Kremtimi i ardhjes së vitit të ri në 41 fshatat e Bashkisë Dropull shoqërohet edhe me disa vështirësi natyrore. Kushtet atmosferike dhe relievi thyer malor, pothuajse në gjysmën e sipërfaqes së kësaj njësie vendore, kërkojnë shumë kujdes nga ana e banorëve të përhershëm, por edhe të emigrantëve që do të kthehen të festojnë me të afërmit e tyre. Policia bashkiake Dropull ka hartuar një plan masash, si për sigurinë publike, ashtu edhe për evitimin e aksidenteve të mundshëm në rrugët ditësore dhe të brendshme nëpër zona dhe fshatra. Këto masa përfshijnë lëvizjen nëpër lokale, nëpër rrugët e fshatra, janë shtuar inspektimet që bëhen ose patrullimet që bëhen në gjitha fshatrat e Bashkisë Dropull. Si është parashikimi i ardhjes së emigrantëve në Dropull? Shpresoj që do jetë goxha të kënaqshme. Ata vinë si çdo fund viti ose në festat e tjera, vinë për të takuar prindërit e tyre, për të mbaruar hallet, problemet ose detyrimet e tjera që kanë ndaj bashkisë ose në familjet e tyre, shtëpitë e tyre, banesat e tyre. Në këtë plan masash do të kontribuojë edhe stacioni i policisë së shtetit në Jorgucat. Gjithmonë jemi në bashkëpunim me policinë e shtetit dhe jemi në koordinim të gjitha masave. Gatishmëria e policisë bashkiake në Dropull do të vazhdojë edhe në ditët e para të janarit, pasi emigrantët do të rikthehen në shtetin helen.